patëm një palë zgjedhje që më vjen keq që sërish në 2025 ne kemi po të njëjtat probleme si 21-shën, si 17, si 13, po të njëjtat gjëra na thot OSBE-u deri. Vin aty, jo, s'është rekomandim, ato thonë kemi dëshmuar, thonë, që është përdor administrata, që ka pasur intimidim votuesve, që është përdor paraja, që është përdor grupet e strukturave kriminale, që janë falur gjoba që s'lejon kodi zgjedhor të falen 3 ditë para zgjedhjeve, etj, thot kemi dëshmuar. Nuk thot kemi prova apo na është raportuar. Kemi dëshmuar do të thotë që ne kemi parë, kemi qenë aty, kemi qenë pranishëm kur kjo ka ndodhur. Është herë e parë që përdoren ato raporte. Dhe thon gara ishte pa barabartë ndërmjet kandidatëve. Ky është sistemi që OSBE-u diri ka parë. Pra sistemi zgjedhor. Brenda këtij sistemi zgjedhor, patjetër opozita nuk është ajo që favorizohet. Kemi shumë të qarteve këtu dhe kjo patjetër ka ul numrin e mandateve të opozitës që mund të merrte. Se dhe kjo është e rëndësishme ta themi. Sepse kjo lidhet me pjesën që thonë ju sfutet. Patjetër nëse numri i mandateve është gjithmonë më i vogël, besi më shumë njerëz jashtë. Dhe e treta, brenda tashti, forcës politike, forumet përkatëse, pra simbas rregullores, po themi tek ne, zgjodhen një pjesë liste të mbyllur dhe një pjesë liste të hapur apo jo. Bën atë ndarjen, mos gabojmë datë 12 mars ka qenë kjo zgjedhje, po. Dhe pati një, si ta them, pati një pezmatim të madh të elektoratit kur u pa kombinimi i listave. Paktën flas për qarkun e Tiranës. Po, e vërtet. Nuk e di mirë tani qarqet e tjera, se duke qenë fokusum në Tiranë, me të thënë drejtën nuk i kam studiu qarqet e tjera. Po për Tiranën pati një pezmatim, i cili u ndje shpejt në sondazhe. Dhe fatkeqësisht e solli efektin e vet dhe mbrapa. Pra pavarësisht gjithë garës, gjithë takimeve, gjithë shtrëngimeve duarve edhe shpjegimit të situatës, nga gjithë kandidatët e listës hapur, mendoj që gjithë e bën këtë, pavarësisht se cila forcë apo cilat ide përfaqësonin ata, gjithë bën takime. Nuk u soll dot në këmbë e njëjta frym që ishte para datës 12 mars. Këtë duhet ta themi sepse është e rëndësishme ta themi. Patjetër, ne jemi akoma, procesi ende s'ka mbaruar totalisht, KQZ akoma s'ka shpall tabelat zyrtare dhe unë jam akoma në proces dhe një analizë mirëfill do të vijojmë me drejt sapo të mbaroj dhe të kemi tabelat përfundimtare. Jam dakord, po mbetemi edhe pak tek listat e kandidatëve. Por nevojitet patjetër një analizë e holl, jo vetëm numerike, por edhe politike në këtë drejtim. Sepse shembulli juaj dhe i zonjës Tabaku, po mbetem me ju, meqense ju kam juve në studio, hedh në erë pikërisht këtë që ju sapo thatë, sepse ju morët kaq shumë vota, atëherë automatikisht keni çeduar me listat. Keni çeduar Partia Demokratike, domethënë. Sepse të fusësh në lista kandidat që nuk marrin vota, kandidat që janë konsumuar, që nuk konsiderohen më si ardhmja, po themi nga votuesit, nga elektorati shqiptar, se nuk priten vetëm votat nga militantët, synohet vota elektoratit gri, nëse ti do të bësh rotacion. Që të jemi të qartë, patjetër ka detyrat e veta Partia Demokratike për të bërë se duke qenë forcë e parë opozitare është ajo alternativa qeverisë, nuk është se ka tjetër. Po jo, a është përgjegjës Berisha direkt për listat? Unë po ju them shumë qartë, në të gjitha partitë, se unë isha në terren dhe mund ta shifsha realitetin për të gjitha partitë, jo vetëm për ne, në terrenin të përballë me njerëz të ndryshëm. Me humbsin merren për të bërë analizë. Po më lejoni. Fituesit ç'ti analizosh në këtë drejtim e kam fjalën. Lejoni t'ju ja shpjegoj. Për të gjitha partitë, sepse fituesu nuk mund të konsiderojë dikë që bën zgjedhje në kushte të pabarabarta. Ajo është temë tjetër pastaj. Po jo, s'është temë tjetër, se edhe 50 vjet kemi qenë neve në këto kushte. Hajde të analizojmë dhe 50 vjet nga ku erdhën baballarët dhe gjyshritan. Jo, po ti e di shumë mirë që nuk është arsyeja e humbjes vetëm ajo gjë. Jo, s'është vetëm ajo gjë, por është gjëja kryesore. Jo, të lutem, ti pse mora aq vota? Ne po themi atëherë. Pse mora aq vota ti? Pse nuk ti vodi Edi Rama? Ne po themi, marrim një fidan, jo, dhe mu më morën votat, jeni të qartë. Po dakord, pra, po morëm 17.000. Që ta përfundoj. Jo, mora 18.125 në fund fare të numëruara. Mbi 7.000, dakord. Okej. Pse nuk ti mori Partia në pushtet? Po ju nuk e dini se sa kisha realisht. Ju po thoni sa u numëruan. Pas ka marrë 1%, po shiko sa shumë të mbetën. Që të mbyllim. Atëherë me të tjerët pse s'ndodhi kjo? Që të mbyllim diskutimin.
Po jo se pikërisht shembuj si ju demaskojnë pjesën tjetër. Edhe një herë. Dikush u vlerësu më shumë me votë se sa disa tjerë, jam dakord, po unë du t'ju shpjegoj një diçka shumë të qartë. Merrni një fidan, mbilleni në Sahara, mundohuni ta ujisi, prap do thate. Nuk është faji ujitsit, është faji terrenit, është faji Saharas. Në këto lloj sistemi dhe me këto lloj le të themi kushtesh gare, t'jeni të bindur ju, mos sillni këtë doni ju këtu. Si në cilit do nga liderat e Europës të garoj këtu, me këto kushte nuk fiton dot. Dakord, kjo është analiza makro. Vim tek mikro tani. Se ke makro tek mikro kthehemi prapë në PD. Kthehemi ke makro. Makroja është kryesore, se varet se ku e bën garën, në cilin terren. Tashti, tek pjesa që po ju thoje që më ndërpret, ishte kjo, që nga lista e mbyllur e se cilës do parti, kemi parë shumë më pak angazhim se sa nga pjesa e listës së hapur. Po patjetër, se garën ju e kishit. Ata ishin sigurt. Prandaj edhe një herë ju them, duhet shohim problemin e madh. Problemi i madh ishte ky sistem elektoral duhet zhbër. E ka për detyrë ky parlament që është ngrit tashti. Duhet ta zhbëj, sepse çfarë ndodh? Besimi njerëz për të marrë pjesë aktivisht në politikë në kuptimin e votimit, sepse jo të gjithë mund të bëhen politikan, po duhet votojnë dhe shumica njerëzve voton ata që janë në Shqipëri. Po janë dobu pjesa tjetër. Besimi tyre po bie. Dhe tash ne kemi dhe kryeministrin që bën thirrje mos votoni. Si këto zgjedhja, si zgjedhja 2023-shit, bën thirrje aktive mos dilni me votu. Dhe kur sistemin e bën jo miqësor me njerëzit, pra që ai nuk e kupton qartë se çfarë po zgjedh, do ta largosh gjithmonë më shumë zgjedhësin nga zgjedhjet dhe si rrjedhoj patjetër kjo është në dëm të alternativës opozitare. Diskutohet gjithmonë kështu është. Pra sa më pak votues, aq më shumë favor të pozitës. Dhe kjo është arsyeja pse e bën. Nëse neve bëjmë dhe depersonalizojmë procesin zgjedhor, po i bëjmë një dëm shumë të madh të kombit. S'është puna vetëm rrafshin personal. Po i bëjmë një dëm shumë të madh të kombit dhe po ja bëjnë patjetër ata që kanë fuqinë ta bëjnë. Jam dakord, po dhe sa do t'ja vëmë gishtin e parë. Ka një përgjegjësi tek partia humse apo gjithmonë tash piramida vogël ndodhet bërë dha piramidës së madhe. Ne nuk mund ta injorojmë piramidën e madhe se do flasim vetëm për të voglën. Do flasim për të voglën patjetër, po do flasim fillim për të madhen. Dhe pastaj kalojmë tek e vogla. A ka përgjegjësi? Patjetër, gjithmonë përgjegjësitë për lart shkojnë. Diskutohen çfarë do lloj organizate, çfarë do lloj biznesi, çfarë do lloj shoqërie. Po përgjegjësi po them. E një apo si një. Deri tani nuk e ka njohur. E një apo si një, më pas përkthehet në rezultatet më passhme, ndjekje apo votimi. Dhe kjo është normale për çdo lloj partie. Pra, për mua, unë mund t'ju them se çfarë mendoj unë. Pastaj se çfarë bëj njerëz tjerë dhe mendoj njerëz tjerë, këtë pastaj u takon atyre. Unë mendoj që me të mbyllur procesi, nevojitet me drejt punohet në dy kahe. Njëri kah është për raportin përfundimtar të OSBE Odirit, që është detyrë e opozitës kjo. Tjetri kah është analiza e thellë, ju thash, numerike dhe politike e situatës që ka ndodhur. Pra, përgjegjësitë patjetër nga krahu tjetër, po dhe nga krahu jon, të dyja kahet. Dhe mbas të kësaj analize, rezultateve që dalin nga kjo analizë, ai që ka një merit duhet ecë më përpara dhe ai që ka një problematik ose një, le të themi, më pak pjesëmarrje në zgjedhje apo që mund të ngarkohet një përgjegjësi, duhet bëj një hap mbrapa. Ky është realiteti në çdo shoqëri, në çdo organizatë, qoftë politike ose jo, dhe në çdo komunitet. Nuk jemi në kushtet që këto kështu është si funksionon. Ka kaq përgjegjësi sa njëri të bëj hapase, njëri përpara. Po spati përgjegjësi, njerëzit arrin ta lexojnë. Sepse ne në fund fare gjithmonë u drejtohemi njerëzve dhe njerëzit arrin ta lexojnë kur dikush është i përgjegjshëm dhe dikush merr masa për të parandaluar një të keqe apo që bëhet gati se do ketë një tjetër garë elektorale, jeni të bindur. Pra, po jo ideja është të shkosh prapë me humbje në xhep. Po ju tani po mboni pyetje të së ardhmes. Po unë besoj që ju e dini që ju jeni një nga njerëzit që demokratët sot kanë varin pritshmëritë e tyre, shpresën e tyre. Se shumë bujë si ju do të ngrenë zërin, do dalin sipër nga rreshti, do dalin fare nga rreshti. Me shumë të drejtë, me shumë të drejtë. Ta kthyer në një alternativë. Me shumë të drejtë kam pritshmëri. Me shumë të drejtë kam pritshmëri. Dhe po se bëre ti apo të tjerë si ty? Po. Nga ata të tjerët nuk pritet fare kjo. Se bën kush pas e? Po pres kur ta mbaroni juve komentin apo pyetjen. Me shumë të drejtë kam pritshmëri. Dhe nga krahu tjetër kuptojmë një diçka që ka etapa procesi. Unë kur nuk kam qenë ndjekës i etapave as në jetën time, as në curinë time, dhe as në diskutimin tim, dhe as në këtë rast nuk do ndjek etapa. Kjo etap i takon pjesës post-analizë.
Sepse për ndryshe ne i bim të paragjykojmë. Qofse unë s'kam fakte për të thënë që dikush nuk ka punuar siç duhet, apo ka punuar siç duhet, apo ka te i kaluar punën e tij, ka ecur dhe më mirë, atëherë ne thjesht po paragjykojmë dhe unë këtë moment jam shumë i kredhur tek pjesa e fushatës në të listës hapur timen, sa që kam vështirë të shoh gjithë makrën e madhe sepse kam qenë aty. Deri para pak orësh ne kemi qenë në numërime. Jo garantoj unë që numërimi i gjatë me mbi një javë e me radhë ta erëson pak gjykimin. Kështu që duhet të japim kohë vetes të analizojmë situatën siç duhet. Jo, pyetja ime është, a do të guxojë Ilir Ali Mehmeti nëse i gjen këto prova të dalë kundër Berishës për shembull? Pra, ju a priori paragjykoni që ka prova dhe ka kundër Berishës. Jo, Unë po ju them. Gjen këto prova që kërkon, duhet bërë analiza dhe analiza të tregon se kush ka punuar pak, kush ka punuar shumë, kush nuk ka punuar fare. Dhe në bazë kësaj lloji analize shifet dhe hecet përpara. Pra kush nuk ka punuar ose ka punuar keq, duhet bëj hap prapa. Kush ka punuar më mirë ose ka tekaluar punë, duhet bëj hap para. Kjo është e thjeshtë, po pa e bërë analizën. Po pse një perceptim paraprak nuk e keti për shembull që unë mendoj që nga lista mbyllur me qenë sa pyetët. Kujt i faturohet kjo humbje? I vetmi që punojnë në zgjedhje me energji të larta edhe për moshën e nderuar që ka është profesor Berisha. Tashti ju mund ta mendoni ndryshe, po kështu e mendoj unë me paragjykimin tim. Nëse do më lejoni gjykimin post analizës, këtë do ta bëjmë post analizës. Po përpara analizës, unë vetëm njëri që kam pa aktiv në fushat, kam parë doktor Berisha. Më thoni nëse kemi parë ju. Përgjigjen e morëm, po themi. Jo, unë po ju them. Me këtë e morëm përgjigjen. Si ka ndikuar në fushat, ne duhet ta shohim nga shifrat. Dhe kjo s'do të ndodh dot pa marrë neve shifrat reale. Do të s'bën pjesë ka i grup demokratësh që ja faturojnë Berishës mosngjalljen e shpresës për të kjo pastaj është diskutim tjetër. Ja, se shive. Jo, po s'është tjetër kjo. Jo. Për mua është tjetër. Po se ju po e nxjerrni më punëtorin, atëherë bie poshtë kjo. Atëherë po pyesni mua? Po. A mund përgjigjem unë? Po. Janë dy koncepte ndryshme këto. Ju i vënin një, unë nuk i vëj një, unë i ndaj ndysh. Pra, një person mund të punojë shumë, mund të punojë të merrsi shumë. Pyetja është sa produktivitet ka. Dhe produktiviteti varet edhe nga skuadra. Nuk varet vetëm nga personi, se duhet të jesh i aftë edhe nga skuadra.